Për vite me radhë, marrëdhënia mes Edi Ramës dhe Tom Doshit ka qenë një aleancë e heshtur por funksionale, pa një marrëveshje formale, por me rezultate të prekshme në numrat e kuvendit. Doshi i përjashtuar nga Partia Socialiste në vitin 2015 u kthye në një faktor të heshtur stabiliteti për Ramën, duke siguruar mbështetje vendimtare në momente kyçe. Por tani, në mënyrë po aq të papritur sa edhe enigmatike, ky raport është thyer në një deklaratë publike në Shkodër. Doshi goditi pa mëshirë të dy kampet politike, por veçanërisht mazhorancën që deri dje ndihmonte në heshtje. Ai nuk kurseu as Benet Becin, kryebashkiakun e qytetit, as qeverinë e Ramës, për të cilën tha se gjysma është në burg e nën hetim, duke shpërfaqur për herë të parë një ndarje të qartë në raportet e dikurshme. Por çfarë krisi këtë marrëdhënie që dukej e pathyeshme? A ka dështuar një marrëveshje në prapasken? Ndoshta Doshi kërkoi më shumë, një post, një emërim, një garanci dhe nuk e mori, apo ndoshta shkarkimi i drejtorëve të tij në Shkodër dhe Fier ishte sinjali i parë se koha e peshës së tij politike po përfundonte. Ishte një lëvizje për ta dobësuar apo për t'i treguar vendin. Ka nga ata që pyesin: a është kjo një lojë e stisur mes tyre, një strategji për të ripozicionuar Doshin, për ta bërë të duket i pavarur dhe kritik, ndërsa në prapasken ruhet balanca e vjetër? Por kjo përplasje nuk ndodh në vakum. Qeveria amerikane ka qenë e qartë në qëndrimin e saj në vitin 2018. Departamenti i Shtetit e shpalli Tom Doshin të padëshirueshëm në SBA për përfshirje në korrupsion madhor. Për më tepër, Doshi është hetuar më parë në Australi për lidhje me krimin e organizuar, duke ngritur pikpyetje serioze mbi profilin e tij ndërkombëtar. Nëse ai rikthehet si deputet, Shqipëria mund të përballet me një situatë paradoksale, një i sankcionuar nga SBA dhe i hetuar për lidhje me krimin, duke mbajtur sërish një vend në kuvend. Në politikën shqiptare aleancat nuk janë të përjetshme dhe miqësitë janë shpesh sa të volitshme, aq edhe të paqëndrueshme. Heshtja e gjatë mes Ramës dhe Doshit ka marrë fund, por e vërteta e asaj që ndodhi mes tyre, pazari që nuk funksionoi, loja që dështoi, apo thjesht fundi i një bashkëpunimi të stërgjatur, mbetet mbuluar nga mjegulla politike që si gjithmonë e lë qytetarin të pyes çfarë fshihet në të vërtetë.